Partinë Demokratike të Kosovës. Po, kërkesa Limaj ishte të jetë pjesë e listës. Po, zoti Limaj ka bërë kërkesë. I bie është refuzuar nga Këtë sjelljet e zotit Limaj në raport me partnerët e tij nuk gëlltitën bashkëlet. Edhe këtë nuk ka mundur ta gëlltit bashkëlet Partia Demokratike e Kosovës. Që mos të harrojmë që zoti Limaj ka pasur një sjellje tepër të jo të mirë në fakt me Aleancën për Ardhëninë e Kosovës. Më tutje zoti Limaj tentoi t'i afrohej edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe me të dyja palët zoti Limaj nuk është se ka treguar qëndrueshmëri ose besnikëri në raport me partnerët. Dhe normalisht edhe Partia Demokratike, atë cilën e tha zoti Hamza, mendoj me të drejtë ka vepruar kryesia e partisë, që nuk do të përfshihet në listën kandiduese. Në momentin që zoti Limaj jep kontributin e tij si njeri me ndikim, sepse na pëlqeu neve ose jo, zoti Limaj projektet më të mëdha, më të mira të vendit e kanë në nënshkrimin e zotit Limaj. Dhe normalisht që është personalitet i vlerësuar edhe për kontributin e luftë, por mos harrojmë edhe një gjë tjetër që ka një numër bukur të madh të votave në anën e Maliqit. Çfarë ndodh me votat e Limajt argjend kaluar më pas? Unë besoj që zoti Limaj edhe Nisma Socialdemokrate këto vota do t'i orientojnë drejt Partisë Demokratike të Kosovës, sepse nuk ka refuzim për ta. Nëse zoti Limaj e merr refuzim edhe tendenca e zoti Limaj ka qenë që domosdoshmërisht të futet në listën e Partisë Demokratike edhe pas sjelljeve të tij, atëherë mendoj që është e gabuar, sepse zoti Limaj ka thënë që është i gatshëm të shkrihet tërësisht në Partinë Demokratike të Kosovës. Jo gjithmonë partitë subjektit politike parashohin që disa individ të cilat janë gjasa të interpretohet ndryshe kjo argjend, pra. Limaj se marr ashtu siç po e thoni ju dhe siç po thoni se kanë nënkuptuar dashimin e tij në produksion dhe votat e tij realisht, sepse 20.000 vota nuk janë. Jo, shiqo, zoti Limaj normalisht që e ndjen veten si një prej liderëve të vendit dhe nuk mund t'ja mohojmë edhe që është. Dhe normalisht që unë e kuptoj edhe që ndihet i zhgënjur, por unë mendoj që zoti Limaj duhet interesin shtetëror ta qes para interesit personal këtë rast. Sepse nëse zoti Limaj i orienton votat e tij në një subjekt tjetër politik, mendoj që atëherë zoti Limaj e ka ndjekur interesin personal dhe jo atë shtetëror. Sepse interesi shtetëror në këto momente të rënda për Kosovën është që zoti Kurti të bie nga pushteti. Shala, presni që Limaj të i drejtoj votat e Nismës, pra votat drejti tek Partia Demokratike të Kosovës, apo si kundër përgjigje dhe nuk do ta bëj këtë? Jo, unë besoj që ky nuk ka tjetër konvent përveç Partinë Demokratike. Edhe simpatizantë të tij, edhe të Nismës të janë një brum. Prandaj konsideroj që ky do ta jap kontributin e vet, edhe ato që e ka përcaktuar qendrimi i Partisë Demokratike, që ky do të jetë edhe do t'i ofroj Partisë Demokratike këtë stof që ka të simpatizantë Malishev që të votojnë për PDK-n. Nëse zoti Limaj tenton që votat e tij për shembull ta zëm, ti dërgoj drejt LDK-s ose vetvendosjes, unë mendoj që gabon zoti Limaj. Sepse është fundi i zotit Limaj në politikë. Sepse zoti Limaj nuk mund të bëj vend askund përveç se në Partinë Demokratike të Kosovës. Siç e tha kolegu, është i njëjti brum. Votuesi i Nismës Socialdemokrate me votuesin e Partisë Demokratike është i njëjti brum. Dhe nëse zoti Limaj tenton që votat e tij të orientojë drejt një subjekti të caktuar tjetër politik, mendoj që gabon, sepse më tutje më nuk ka vend as që të kthehet në Partinë Demokratike të Kosovës. Sepse PDK-ja ja bëri të qartë zotit Limaj, në rregull, je i mirëpritur në shtëpinë tuaj të dikurshme, por normalisht duhet ta japësh një kontribut para zgjedhjeve dhe do t'i nënshtrosh procesit të rregullt në mënyrë që më tutje të jesh në nivelet të larta të partisë, por që unë besoj që zoti Limaj do të jetë domosdoshmërisht në nivelet të larta të PDK-s, sepse mos harrojmë edhe vetë ish kryetari i Partisë Demokratike zoti Kadri Veseli i është nënshtruar një procesi të rregullt zgjedhor të brendshëm dhe më tutje ka ardhur kryetari i partisë. Dhe këtë ja ka kërkuar edhe PDK-ja. Që kur ti ke kërkesa për një subjekt politik, normalisht që subjekti politik ka kërkesa për ty dhe jo domosdoshmërisht që do të ofroj ty pozicione. Edhe një gjë mos ta harrojmë, unë besoj që zoti Limaj kur ka kërkuar që ty në listë, ka kërkuar edhe një pjesë e njerëzve të tij që të jenë në listë. Normalisht që Partia Demokratike e Kosovës nuk e ka pranuar. Unë thash nuk e ka gëlltitur lart. Unë mendoj që shumë korrekte është sjellja e PDK-s në raport me zotin Limaj, sesa sjellja e LDK-s në raport me zonën Osmani. Pikërisht këtu desha